kemi Stesile Gjylfo. Atëre mirë se vjen në këtë vlog, mund ta thirrim vlog. Pse do ju marrim me vete me një udhëtim. Është një udhëtim nga Italia në Shqipëri. Por këtë herë do shkojmë për një motiv të ndryshme, domethënë shumë herë kemi shkuar për ndërhyrje të babit që ka bërë trapiantin gjithmonë të Kate, kemi shkuar ne për dentistin, edhe këtë herë ka ardhur momenti I mamit. Do vish? Po, do vish. Është momenti I mamit këtë herë. Përshëndetje. Beatrice ndjehet shumë keq për të ditën se më pret barkun. Do të mungoj Bea. Derisa ka marrë vesh që unë do të shkoj të bëj barkun, kjo nuk rindot dhe të vjen e lodhë. Do të mungoj dhe barkun. Do të mungoj shumë. Do të mungoj. Do të mungoj barkë mamit. Do të mungoj? Si po. Si po. Edhe do i marrë me vete, do të bëjmë çdo gjë. Ne po nisim sonte, kështu që nesër do shkojmë aty, do bëjmë analizat edhe. Si dihesh? Po. Se ta mohoj kam shumë frikë. Shpresoj që do dalë çdo gjë. Është ora 6:40. E kam dëshiruar gjithmonë, qysh kur isha 23 vjeç që ka lindur Stesi. Sepse kauza e kësaj zbarkut jam ishte shtatzënia e parë, edhe kështu që mezi po e pres edhe jam shumë lumtur që erdhi këtë ditë edhe momenti që të plotësohet dëshira që e kam pas gjithmonë. Edhe nuk e mohoj dot, kam shumë frikë, kam ansia, kam çdo gjë. Sot kam qenë shumë keq, edhe nuk e di si se ta shpjegoj se kisha shumë gjëra kokë, ndim të stomakut, ndim të barkun, ndim të diellë. Po, tipo. Edhe, po nuk e di, shpresoj të shkoj çdo gjë mirë, edhe do I tregojmë çdo gjë, do I marr me vete një herë, do I tregojmë çdo gjë, shpresoj që të jetë një gjë e bukur, edhe që jap një eksperiencë mirë, të ndali edhe sa më bukur barku edhe ndoshta që jap guximi me për gocave grave të tjera që ta merrni këtë guxim edhe ju, si unë. Sepse është një gjë që e bëni për vete, sepse edhe kjo ka shumë rënd. Të ndini ma mirë. Ne dukemi si këto modelet I fatishme, ne kërkisimi tani sepse kemi avionin orën 10 të darkës 20. Edhe por atëherë sepse do të rrim aty nga ora mesinates, ndoshta po mesinates pak a shumë. Edhe do ishte vërtet super një gjë fare thjeshtë për të marrë o taksin ose makinën me qira, kështu që Kate na ka dhënë do me vete në marrën ato? Do mi marrën ato me tanë. Ju marrë me vete, hajde. Hi guys, I lie. Atëherë guys, do kemi bërë atë check-in-in tani, po shkojmë tek Sipër. Po. Do hajmë diçka plot me gjëra, çanta, kishim edhe një valixhe sepse kishim do rrim aty 2 javë gjysmë, edhe me thënë vërtetën shumë rroba na u deshën. Mami, hajde. Kemi 5 çanta edhe një valixhe 20 kg. Shkojmë. Kemi marrë edhe çantën e Beas shkollës, ja. Po nisemi. Po hypim tek avioni në këtë moment në orën 10:02 minuta. Necesito más. Arritëm në Shqipëri. Eleni në avion ka bërë shoqëri me disa njerëz, edhe unë kam flej gjumë. Krejt kohën. Sorry. Unë s'kam pas kohë flej gjumë. Se ke bërë shumë. Edhe kam ftuar me një koncert. Po, ka bërë për vitin e ri. Të qikojmë. Lele, design. Shikoni njerëz, apartamenti është yll fare, një pastërti e papame, edhe mirë se është I pastër I rregull.
po është kaq i madh, janë 2 banjo që do humim edhe ne këtu. Gocat po han buk, këtu është salla, kuzhina. Jo bëft mirë. Gjëra më veçantë prit. Janë biskota, Sukë, jogurt, merende, pa hap fare. cornflakes, djathë, Uj, shikoni sa ujë, pastaj edhe këtu. frigorifer. Shumësht, Edhe qumësht. e kam vetë ato? Po. Gjalpë, marmelatë. Okej. Super. Tani Tash ju ti- lejmë neve. Do shkoj t'rregoj edhe te dhoma. Sa të mbarojmë këtu. Edhe sonte është dita fundit e squishit beas. Unë gjithmonë kur vi këtu në Shqipëri që Është cambiamenti stina, cioè stina si ambientit. Këtu është dhoma një me që duriun, ky është banjo me lavatrice, me tharse, ne kemi marrë edhe tharsen, po tharsja ishte këtu, ishte super. Shikoni edhe tut krevati. Nuk e di. Shumë yll. Që kam mbyllur edhe të parena. Edhe këtu do kaloj unë disa ditë derisa të marr veten. Shpresoj që të marr veten sa më shpejt. Edhe tani shkojmë flejmë gjumë sepse nesër në orën 8 do jem poshtë te klinika. ne ju përshëndesim edhe të shifemi Nesër natën e mëngjes. mirë. Nesër sot mëngjes. Mirë mëngjesit e gjithëve. Atëre, sa u kemi dëgjuar nga gjumi, është ora 8:04 dhe tani do shkojmë tek klinika dhe mami do bëj examet e gjakut. Edhe atëre, outfitet tani do ju tregojmë. Atëre, unë kam vesh këtë pantullonet me këtute nga Zara, që janë ato që ka pas Eleni tje. Po është një trikë ndër shkurtra, t-shirt e bardhë dhe basic, ndërsa Eleni Unë kam vejtë një tutë nga Zara, edhe pastaj një trikët poshtë. edhe u ka vesh si u kisha veshundje, edhe unë u kam vesh si u kjo pas vesh. Eleni, tje. Tani Eleni për u gëllon kravatin, unë nuk pësoj që dhe bëj. Jo, është edhe mami. Outfiti mami është tuta me një felpe, edhe shkoj ora 8:06 minuta. Se Stacy nuk ngrej. No, Stacy u ka ngrejt edhe jam gati nga shumë kohë. Po i gati? Se po ju doni me rregullu kravatët. Kemi bërë një TikTok, okej? Por këtu në Shqipëri nuk ka shumë TikTok-u, gjithmonë kështu. Shpresim të karikohet sa më shpejt, por Ashtë, sorry. Telekameraman. C'è la tosse? Basta? Verrà anastomizzata con questa luce, verrà stipulata qui. Ok. Lo spessore di questa parte dell'addome. Ta dolem nga Lebona që hërëm diçka dhe tani duam patatinet e skuqme. Edhe tani do i marim. Edhe nga ora 4 mami do bëj operacionin, interventin, do me thonë do... Oh, sorry. Edhe Eleni, do të dish ti ku më ka nalt mua jo zonja që më ka bërë magjin? Atje. Dhe pastaj, a kalojmë pak i herë që kojmë poshtë atje? Tani. Po. Nuk është aty. I'm like, I make it hard to let go. Vabbè, please, mos na shkelni me makinat, ju lutem se nuk dua. Kemi marrë pizza margherita me sipër me sopa? No, me sipër patatet e skuqme. Se të bëjnë sa më mirë pizza. sepse paninja që kemi marrë përpara nuk na ka pëlqyer shumë. No, mua nuk më ka pëlqyer shumë. Edhe Stacy. Kështu që mi marrë pizza. Jemi të bërë jetë shefi.
bëf të mirë. Atëherë neve kemi bërë një xhiro tek rruga Durrësit, besoj që thire. Kemi parë disa rroba, disa gjëra, çanta super të bukura, ja adhurojmë. Edhe deshim me marr Dubai Chocolate, por kishim vetëm kartën edhe disa domethënë 50 ershin. Por kishim edhe 50 ershin, però 50 ershin nuk deshim me aty. Që nuk ja vlen fare. Por tani do të kalojmë. Unë besoj që juve mbani men eksperiencën time me atë zonjë aty që më ka bërë magjin. Edhe tani krejt këto që janë aty ul për tokë, që kërkojnë, unë i kam frikë. Okej? Kujdes, këto makinës të na lokin fare. Tani po shkojmë tek mami. Atëre, unë dhe Leni kemi frikë shumë gjumë tani. Por Shumë ja. Dua vetëm kravatin në këtë moment. po, tani do të shoqërojmë mamin. Tam për shtrimin edhe do shikojmë. Do fillojmë me ndërhyrjen. Si ndjesh mami? Ke ankth pak? Jo për zotin nuk do të Në fakt, nuk kam. mezi ka Kaloj sepse pash edhe një gocë tjetër që kishte bërë shumë gocë, kam pa edhe te unë. si po me një që fola. Edhe ma shpjegoj, edhe ka bërë vizitën shbar, edhe më tregoi edhe foton si kishte pas edhe si kishte dalë. Mirë. Na dolemi edhe vetëm 5 minuta më pa infermier sa të bënin në gati. Në rregull. Të murit ko. Nuk e ketë bësh më ko, kanë jam në barë, s'ka. Barkë s'ka gjë. I prejmë Së cili të ka veta... hallim me vetë, ka thënë zoti për gjithë. Mirë. Largo zonë. Sa dush më tjerë, ka shpjegoj. Sa marë. Atëherë tani mami po vën krejt gjërat për operacionin. Shikoni, është një Barbie me këtë rozë. Si ndjesh mami? Je lumtur? Shumë e lumtur. Me si po pres të shikoj rezultatet. Kam pak frikë, nuk e mohoj, si që thash, po nuk doja dalë. Apo është normal. Shpak. Kjo do vite të marë. Pastaj jemi edhe mësuar të shikojmë vetëm babi që të veshi këto gjëra. Dhe pas blu. Blu babi po. Asgjë. Orari i vizitave është deri në orën 6. Dhe ti do rrish vetë? Që vetë, po babi. Juve do dini që kur mami ka lindë mu, babi ka një tatym qeftes, të vlej gjumë me mamin krejt natës, edhe një që t'ja thonë, hajtë të bëjë kështu edhe këtë herë, po nuk mund t'a bëjmë sepse është kejtë, edhe këto duhet që tam qefin për kravatit, se kjo do jetë kravati mamit, do me mamit. Çfarë do me është kjo? Bo. Këtu është rafti mamit, Eleni është tek apartamenti me Beatricën edhe babi, sepse edhe babi nuk mund të rinte këtu. Edhe i çrape veshi mami, tani duhet edhe tjetri. Janë pak shumë ngushta. Babi është jashtë. Jashtë. E ke mësuar për pashtë të ndonjëherë? Po. Të ka pënguar ndonjëherë pamje barkut në përditshmëri? Po. Ke pasur ndonjëherë dhurp të veshësh rroba të ngushta për shkak të barkut? Je përpjekur të ndryshosh me dietë apo palete përpara se të vijë në keq? I ke ndjekur transformimet që ke pëso në rrjetet sociale? Ka ndikuar ndonjë histori tjetër në keq për vendimin tënd? Përpara ndonjë histori tjetër nga ne? A të vazhdo me të? Po. Do ndajnë ti rezultatin tënd pas ndërhyrjes? Je gati për të parë vete me barkun që ke ndërruar gjithmonë? Edhe fundit mendon se ky do të jetë një nga vendimet më të mirë që ke marrë ndonjëherë. Hem shikoj. Ke frikë?
shumë sistemi kamera e në shpëmbyllet shpejt. Si që e të në rasti, si më t'japë një kohë. Sa sa ish kopin dragos? Shumë, është si Barbie. Björn, kjo. Edhe u kom 2 vjetë të kanë e ditë i ka të Нормально, что ты вернулся. Do dhe stik, mami? Do t'i e zërë nga mami? Nuk e le mami këse. Që baj që më në më barë? Hyrë në për? Hyrë, po. Do të në thotë të bërë. Do e marrësh këtë? Ti që pak mami e ka zënë gjumin sepse ja kina dhe ti me mos njëk në zimë se ke ka në TikTok. Tu këndu e pastaj dhe iku. Asgjë. Sale, sale operacionit të imaginova pak ma e madhe, veç ishte e vogël. Ishte kirurgu se ishte aty te kona tjetër, se ishte të pi ujë, s'ku përgatitëm. Edhe në thashje do të gjati 3-4 orë. Tani në shkojmë tek apartament, shtet. Se Beatrice dhe Leni janë aty tanto ne këto nuk mund bëjmë asnjë gjë sepse nuk mund tymë. E basta. Pastaj do të ngjojemi më vonë dhe do të shikojmë si do shkoj çdo gjë. Çdo gjë në rregull do shkoj. Je lumtur për mami. Shumë. Mami e ka pas shumë dëshirë edhe fiksim barkun, edhe më në fund e bëri. U ka bërë realitet të ëndra vetë. Si u ka bërë edhe babi për flokët dhe mami për barkun. Edhe tani besoj që jemi në rregull. Vabbè. Ishte të flej gjumë. Atëre, është ora 7:20 minuta. Edhe tani po shkojmë poshtë të shikojmë si është situata poshtë. Na ka zërë pak gjumi sepse ishim shumë lodhë nga udhëtimi sepse kemi arritur shumë vëndje. Por besoj që mami nuk do ketë mbaruar sepse nuk më kanë shkruar asnjë gjë. Por tani do të shikojmë. Edhe shpresojmë që mos ketë mbaru, edhe të ketë pak kohë, se kështu shkojmë edhe t'i marrim një bushet lule. Atëherë kemi mbaruar edhe me bushetin i kemi shkruajt një fjalë të vogël këto mbrapa, nuk di po duket. Edhe na thanë që do të prisshim 1 orë, quindi akoma s'ka kaluar 1 orë sepse dolëm nga ty, edhe erdhëm me bushetin i gjatur ran. Edhe asgjë, një vajza, ajo vajza aty, sepse mami kur merr lule ti merr gjithmonë aty, tha essendo që mami jote është kliente aty, do i vendos një trëndafil edhe nga ona ime. Telefona poshtë, nga të jetë imi. Edhe tani asgjë, do të presim që mami të mbaroj sa më shpejt. Edhe që ketë shku edhe çdo gjë mirë, edhe që ta marri veten sa më shpejt. Ciao Bea, mirëmëngjesi. Ke flej gjumë? Ke flej shumë gjumë? Ne. Ku do shkojmë tani? Ku? A mangiare? In neve. Neve, që të thonë? Do shkojmë të hajmë dark.
Mami ka zgjuar. Tani kemi harë një suflashje, po shkojmë tek apartamenti, që të marrim bushjetën e trenafiles, pastaj do lejmë këto, suflashjen e Beatriqës, sepse Beatriqa tha nuk do ta marrë, dua të shikoj mamin, dua ta haj pastaj tek shtëpia. Ne themi, okej. Dhe tani të marrim lulet, edhe po presim mamin te kati i dytë, para se ty, që të hyjmë krejt bashkë. Edhe me si po presim të takojmë mamin, kemi hapur edhe një grup me krejt tezat edhe Daje, që po japin krejt news, shqipani, aspetta suflashje, edhe po shkruajmë këtu nga krejt Aggiornamenti valli. Edhe tani të hapim apartamenti dhe të marrim bushjetën. Che horror? No, non puoi. Cioè non... Natën e mirë, qipemi nese. Gja tani është okej. S'ka shumë dhimbje. Edhe tani natën, mami. Chiama c'è il telefono se hai bisogno. Che ti ingresso? Provi? Magari no, lei va tomato al bagno se ti apri in benzina. Questo è perfetto. Meglio forse l'altro. Atëherë guys, ne këtë video tani do mbyllim këtu dhe do hapim një tjetër nesër. Ora është shku 11 edhe asgjë. Të ngjejmë me një video tjetër. Këtë video besoj që ka dalë shumë i gjatë. Edhe neve ju puthim, bëni një subscribe, një like, Një follow në Instagram edhe në TikTok. kemi ku poshtë në info boxi. Aktivoni zilën se kështu mos të humbi asnjë video që do ju japim çdo herë news për mamin, çdo gjë që do të ndodhi edhe kështu. Neve ju puthim, të shihemi tek video radhës. Bye!